Për zonën e Iqbalit duhet deri në mëngjes na ashti. Çdo deklaratë e saj bëhet virale, bëhet e madhe. Një deklaratë merr një jehon shumë kudo në media. Çka është më e mira, zonja Iqbale nuk dorëzohet. Është e padorëzueshme, është vetvetja, nganjëherë që edhe për te paragjykimeve nuk është është ajo që domethënë e kanë bë me dëmtu si personazh. E vërtet, mirë po është diçka shumë interesante se jam rritur në një familje ku sinceriteti dhe besnikëria kanë qenë si buka edhe uji. Prandaj këto dy virtyte që na ka mësuar prindrit të jemi të sinqertë dhe të jemi të drejtë, të jemi besnik besa. Kjo më ka bo që unë çdo herë kur e jap ndonjë deklarat, normal nëse janë ato deklaratat ma të jurisprudencës qoftë islame, apo që janë ma shumë që institucionaleve të ndryshme, atëherë ato deklarata e zojnë vendin e vetë, po ka raste kur nga mendimet e mia të lira, normal të frymëzuara nga mësimet, studimet që kur nuk janë dalë dhe s'kanë mund dalë desa vdes, atëherë ato deklarata që i jap ato bëjnë një bum, edhe nga, po unë se kam problem se si ndikon të tjetri, sepse unë nuk mendoj çka tjetri mendon për mu, për fjalët e mia, po unë mendoj që me fjalët e mia mos ta dëmtoj tjetrin. Prandaj çdo deklaratë e jemja ka shumica, mos themi çdo, po ka qenë gjithmonë ka pas një qëndrim, sinqeriteti dhe besnikërie dhe i rri mbrapa asaj deklarate pa marrë parasysh që kam edhe hejtera, kam edhe ata që më dojnë, ka edhe ata që më urrejnë nga pak.